dalim për një sekund, o konë realitet që jam unë, kush jam unë, shumë e shprehën me identitet 100% shush jam. Unë jam lindur në Gjermani para 32 vite, 32 vjet i kom. Jam ditë sudit martume me një femën, Ana. Ana e unë jetojmë bashkë në Köln. Edhe që jam lindur në Gjermani, nuk do të thonë që jeta o konë shumë ndryshe se dikujna që është lindur në Kosovë. E pava në vetveten që as unë nuk jam qaq normale, janë dy zemra që rrinë fraktonën. E njëna është që ti vetë të heton diçka, do më zhvillu diçka nuk është me ty në rregull edhe nuk mundesh me shpreh për dikon, e në tjetër anë ti gjithmonë dan mos më zhgënjy prind, dhe mos më ditë kërkush që jetu mirë me diçka edhe e bllokon njëri, e mon nga veta, ose buku është adin me desh dikon, më rënë dashni me dikon, se disha është diçka që s'kum përjetu kur përpara, e në tjetër anë, qaq frikë në trupin ka kohë, thash, o kuku për mu, që ato kur s'me më shprej kërkujna. Nuk shkon larg kjo situatë. Ose adaptuesh që duhet më shprej edhe është mundësia që e hup krejt familjen se ata kur nuk mund më adaptu, ose nuk shpresh kur edhe e përfundon këtë situatë që martohesh për hatrin prindve, krijon familjen edhe harrot kjo punë. Ti më konë shumë sukseshëm në jetë teme, përveç qëtësen që është krejt identitete jam, konë dëtile vllojt tem i madhët. Ti kur më bëjsh ashtu, na e dim, po na nuk dojshë më bë presion shto edhe ti mundesh më shprej nga neve, na e dim, a më bëllim për parën herë në jetë teme e hetojsha që dhe më thonë të përkran dikush. E kom njoftu gruan tem ditë sodit, edhe o konë për fillimit person shumë sinqert, edhe kur s'ka thonë edhe për meje, na mu mërnu ton jetën pa mos me ditë kërkush. E kur më ka shprejnë që atë situatë, e disha nuk du mërnu qështu, më sheft mo. Edhe mas pari, kur e kom të regu nënës, ajo ka kajt, edhe jo që ka kajt që ka po diçka të keqe në mu, po edhe më kë shpirti asaj që e kom majt vetën më sheft edhe kom vujt dejnë ditë sodit qështu. Më shprej ma larkë se sa më thonë, edhe në ti që ka jam nuk hiku kur dur për teja. Jenë shku do muj qështu edhe thash mam, du më shprej nga vodet. Ajo o që me e krejta kukusha ka mundodhe edhe të regojshë, ku shku një letër, se në disha kështu më shprej në këmuj, edhe ku shku një letër për para, e mesh ashtë letër me vetë, thash, të ledzoj, bënim jam pak ma shni. Vish e mbyllë atë letër, baba im u qu, edhe u largu, edhe s'ka fol një gjys vit me mu. Mas dasmës, mas martesës, jenë shku edhe një 3 muj, që më ka dek nona masane, edhe i mardha të bashkë me gruan teme, në qatë dit për mi trup sajnë avdekon, baba im ja ka jep dorën anës edhe ka pranu në familje tonë. E pe atyet e ka hetu për veti që na imi gjim, na nuk vendose me zhgënjy krakonën, na nuk vendose me zhgënjy familjen, po na vish dojmë, na jetojmë edhe dojmë dikon. Kur nuk i lejojsh vetën, mu dalë më shprej qësh je, qësh do më kanti 100% ti, qësh dan me leju dikon tjetër më desh ty 100%. Ti nuk mundesh me rrejt vetën ton jetën. Ti nashta mundesh me mbyll dhe me shef ndaj tjerëve, po ti nuk mundesh me rrejt vetën ton jetën. Edhe nesër mas nesër nashta menon me kriju familjen tonë, më konë e lumëtër, po lumëtëria ka nevoj liri, edhe liria vjen mas pari nga vetën.